O zot. Hi guys, jam këtu në det, kam të qërë mamin. Është nata e dytë sot. E qoj të mbajmë pak këmbët në ujë me kri, të rërë. Duke qenë se gjatë ditës është shumë vapë, duke qenë se ajo ka tensionin, diabeti nuk reziston dot në kohën kur është momenti shumë nxehtë. Tani që është ora diku tek 9 e darkës, ujtë është më freskët, koha është më freskët. Edhe rrim diku tek 1 orë këtu dhe pastaj shkojmë në shtëpi. Çfarë keni bërë juve, si jeni? Unë normalisht që jam e lodhur se kam qenë në punë edhe nuk është se kam qef të futem det. Rri ulur këtu te shezlloni dhe pres mamin. Mamin e kam këtu afër. Edhe kështu. Njerëz, shkallovi koha. Nga vap, kam edhe makinën atje. Kjetrën e kemi këtu. Gjëmon, shikoj, do mbyll këtu taparelat fare. O zot, shkallovi, shifeni që. Mirëmëngjes. Pi kafe. Teki për punë. Hi guys! Ja ku jemi, është ora diku 2. Jam duke shkuar në një apuntament dhe po më çon burri, do më presin atje sa të mbaroj dhe pastaj në apuntament tjetër. Sot kemi ditën e thonjve dhe një pastrim fytyre, se kemi shumë nevojë me vitamina. Burri? Burri ka Burri ka shkuar tek Berberi, ka qetë flokët. Edhe kanë det me fëmijët për para ditën. Tani mas dite me gruan, pastaj ikim prapë te fëmijët. Pastaj prapë me gruan. Edhe kështu është shumë vap njerëz, është shumë vap dhe sot është data 16 korrik. Nisemi, shkojmë, po bëj ca xhirime kështu copa, nuk po xhiroj ditë për ditë dhe mund të keni copza që dy javë para. Edhe se nuk kam fare kohë, dëshirë, motivim për të bërë video siç i bëjam përpara. Nuk e di pse Beari është shumë i lodhshëm njerëz, plus që do që dhe ta shijosh. Dimri jam më frymzuar për të bërë vlogje, nuk e di pse, por gjithsesi nuk po ju lë pa të. Po bëj. Nisemi, shkojmë. Do t'i marr edhe pronarin të parë. Do t'i marr me vete sot. Kjo pronar. Jedi, o ku qen? Kjo pronar. Ai para se komenci. Pronari te Çekareli? Ha? Nisemi, shkojmë. E ju tregoj pastaj se do i bezojnë, janë kështu. Këto i kam bërë që në datën para se të shkojnë te Feje Supply, Bolzana. Shifenin që, o sot sa ja rritë, shkoj lari kreshit ta. Dhe kësa radhe do t'i bëjë si shdeshë burri. Ma dha burri i dent, e thojmë kësa radhe. E burri? Ikim tani. Qa po thoshe tila? Po thoshim që sa
Tani ca ula unë dhe për rënkoja. Kur rënkoj rapi kur ullet, nuk janë shenjat mira. Qa do thot? Do që po plakë. Kur ropi e bën dhe ullet, që kërkoza ke në torna. E vero. Unë nuk Unë, e ti. Unë jam e re. Jam 6 muaj më e vogël. Unë, O burr. Çfarë do bësh kur është për ditëlindje? Gruas për ditëlindje, çfarë do bësh? I kam blit dash, e kam baruar. Si as gjërat, dhe thot me gojën plot. që pa, që zëri. Pak kam dhe në ndërhyje në shpiti. A pse ti mi ka dhënë ato Po më? dhe kush i ka dhënë? Po jo më vllasta të kam bë vetën. I ke bërë vetë, Po. stokat. Me bip. Dhe më në fund erdha te Gerta ime. Unë e kam thënë dhe ta them prapë. Për gjitha gotë që jetojnë në rrethin e Forlice Zena, Studio Estetiko Gerta. Është në Gambetola, okej? Se avë që ke lohë të imojnë. Do t'i tregojmë si do t'i bëjmë. T'ju tregoj tani dhe pastaj. Ashtu, Do dalin bukra këto, pastaj do thuash pse se bëra. Erdi momenti i relaksit. Thojnë t'i bërëm, si që o tregova, thjesht bukur. Tani Gerta si prendera kura de la mia pelle. Shumë e lumtur jam që do e bëj këtë gjë. shumë tratament. Ja relaksuar shumë. Po s'do ja tregoj gjithë ajo se do shqetësohem, do ja tregoj çik tani kështu dhe është. Pastaj në fund. Ta skusin gjithë tani. Super. Se mirë që kanë. Nuk kanë se to linçat e Shqipërisë me. Duket barbime. Ja. Sa i fresk. Po, Më ka një aromë shumë të mirë. janë gjitha termale këto, eh? Muito për mua që bëjmë të tratamente. Tani jam kështu si përgjumër. Më paskare një shërpik. Ti Gerta, chiama qualche amica që ta bëjnë. Mbarova gjithë gjërat që kisha për të bërë sot. Dhe t'ju tregoja pak edhe në dritën e diellit se si duket fytyra. Akull, ditë.
Hi guys, mirë mëngjes, si jeni? Sot është e premte dhe shënon data 17 korrik dhe sot më ka ditëlindjen migjena ime. Edhe unë me gocat, me Rezin dhe Griseldën organizuam një surprizë të vockël për migjenën. Në pamundësinë të qenë atje sot, të paktën unë që kisha shumë dëshirë dhe fola dhe mama Ildën që t'i shkoja migjenës surprizë për ditëlindje, por që si që shikoni më duhet të shkoj në punë sepse turnet për këtë javë janë kështu që unë punoj para dite dhe Marildo mas dite dhe s'kemi me të lëm fëmijët, plus që unë nuk është se kam udhëtuar ndonjëherë me tren vetëm drejt Firences, që kështu kam kontaktuar një shoqen e migjenës, një punëtoren e migjenës, që ajo më ndishte kohë më përpara, Suada, me këtë rast edhe të përshëndes shumë Suada dhe faleminderit që pranove të më ndihmosh në këtë surprizë. Suada më ndishte në fillim në TikTok, ishte një ndjekësia ime dhe më pas në YouTube, edhe çuditërisht sa e vogël dhe e madhe është bota njëkohësisht që Suada punon tek fabrika migjenës dhe kontaktova dhe i thash nëse më ndihmonte me këtë surprizën dhe direkt shumë disponishme, edhe po, i kemi marrë diçka migjenës, por nuk do t'ju them asnjë gjë se çfarë qysh apo tek, më shumë, thjesht i kam thënë Suadës që të më bëjë një video dhe mendoj se do ta bëjnë dhe do ta vendos këtu. Në të kundërt, nëse nuk e bën se harron apo për shumë motive, do t'ju flasë si shkovi surpriza. Jam shumë e lumtur, në migjenës nuk i kemi uruar akoma ditëlindjen dhe pse mirëmëngjesin te grupi e kemi thënë. Që kështu po presim momentin që Suada t'i japin dhuratën. Unë jam në makinë siç e shikoni, sot është e premte dhe është vëzit po pres që të mbarojnë kjo javë, ka qenë një javë shumë e gjatë. Kam bërë një dush brënda, si kam tharë flokët asë gjë si që shikoni. Nisemi për punë edhe të mbaroj dhe kjo dita dhe të kthehemi në shtëpi. Kemi shtu në djelë për para, që të sojmë pak. Gjithashtu do t'i theksoj që më mungon dhe Alesja, ju do thoni tani kush është Alesja, normalisht se nuk e kam përmendur dhe folur shumë. Alesja është kunata ime nuse vllajt, më fejua vllajt dhe ndeti këtu një javë Alesja, më pas shkovi të shtëpia prindërve, normalisht se atje akoma ka jetën, punën e gjitha, sa të organizohet dhe shpresojmë që në agusht jetutje t'jetë këtu me ne. Normalisht që janë vetëm fijuar, por që drejtas mos jemi. Jemi mirë dhe sot fokusohemi tek ditëlindja e migjenës, se mendoj se kështu do ta ketë titullin edhe ky vlog. Surprizë për migjenë. Surprizë për ditëlindjen e migjenës. Sa shumë do doja që t'i ikja, t'i vija atje te fabrika surprizë, por që është vërtet e pamundur kësaj radhe. Dhe kur gjërat nuk janë të pamundura, nuk duhet të sforcohemi që t'i bëjmë të mundura, sepse Zoti mbas e ka rezervuar një ditë tjetër për t'u takuar dhe në një mënyrë tjetër. Nisemi për punë, guys. Lo sapevo, che c'era qualcosa di strano. Lo sapevo, Leggi, Michela. Deve leggere. Lo sapevo, No. Non lo legge. Lo leggo per meglio. Migjena zemër, unë
Alketa, Rezi dhe Griselda të urojmë gëzuar ditëlindjen. Je një shoqe e mrekullueshme. Faleminderit për çdo buzëqeshje dhe çdo lot, çdo moment që kemi kaluar bashkë. Kilometra na ndajmë, por jo zemrat. Ne jemi sot aty me ty, siç jemi gjithmonë për njëra tjetrën, dhe për të mirë dhe për të keq. Të duam shumë, të përqafojmë dhe të urojmë ditëlindjen, shoqe zemre. Ato tre zemrat i kam bërë me dorë, se s'ki. Okej, ndale qik. E shpëtova nga macja njerëz. E shpëtova nga macja. Një moment që kepi qikuja dhe... Arli! Shikoj o ma një dzog! Ndale ta fërkojmë një qik. Non ti fa niente. Beh, kështu o ma, është gjanë, i voçki. Non ti fa niente. E shikon. Na ti japim qikuj. Mirë mëngjes njerëz, si që pat, një fragment vockël me një dallandyshe, një zog. Po e hante macja dhe unë isha duke ikur për të bërë disa shpenzime dhe e pash e tre mamacën mora zogun edhe ja dhash Amarildës që t'i japim pak ujë edhe ta shikojmë ku është vrarë se është shumë gjuna që ta hante macja. Edhe tani e ka Arli dhe Amarildo që po kujdesen për zogun e vogël. Thash Amarildës nëse do mbënte ndonjë copës video, po se dia do bëjnë. Por që për zotin isha këtu në makinë dhe sa po ta ndisja makina, shikoj macen që ndjek të zogun që me zi të ecte dhe jo, për të fluturuar nuk fluturonte. Edhe që bënte gojen hapur, mbase do dije tremor ose do qikuj, nuk e di. Edhe tani e dhash Amarildës, ndjem një hero sot. Shpëto një jetë zogu. O zot, mirë se më bëm një të shpenzime. Do marrë me vete. Është shtunë, për pak Amarilda do niset për punë, që kështu shkojmë bëjmë një dy shpenzime dhe kthehemi në shtëpi. Okej guys, shpenzimet e oja i bëra, por që s'kishte dash. Që kështu të shkoj tek një qendër tjetër këtu edhe të shikoj nëse ka dash. Shiko kush mu bashkua mua. Më rrezua dashnia jem. O drit. Do ti do kishte qeshur pasaj të kishte. Do të kisha bullizuar. Jo bullizuar. Shikoj që. A shoqë që pas ka qenë drejt. Është atje në fund. Oj. Love you so much. Love you. Quindi a che ora? A che ora? Quando parte per l'Albania? 26 mi sembra. Agosto. Sì. Njerëz, datën 26 Kamilën e keni në Shqipëri sepse kombëtara shqiptare e ka kontaktuar për të bërë një stërvitje me të. Dhe njerëz e merr tovin Lemnusha. Kamila. Se jam këtu në shtëpi, është shumë bas, edhe si thash mora dash edhe bukë edhe një dy gjëra kështu. Dhe t'ju tregoj se çfarë mora gjë tjetër, mora këto të shkurtra, gjordela. Edhe janë shumë bukura. Mora edhe këtë fundin, shumë bukur dhe këtë fundin. Për mua. Ta provoj një? Provoj. Edhe po.